Kemi pas, do më thonë, atë shoshnin ma tepër edhe atë lidhjen ma tepër vllaznore, se sa shoshnore. Fillimisht, këta, pa mu, e kanë bo statutin e klubit, edhe fillimisht kanë qenë vetëm veteran të UÇK-s. Po numri dhe mosha veteranëve na ka obligu që me fillu me rekrutu edhe antarë të ri, edhe nëse s'kanë qenë në UÇK në front, në luftë, po ata që përqafojnë edhe përfaqësojnë synimin e njëjtë përbashkë të gjithëve, edhe tani kemi fillu me rekrutimin e antarëve të ri, me qëllim që ju e përmendet të bartët brez pas brezi ideja dhe qëllimi jonë. Pra, s'po du me pranu, se po vjen pak inat, me pranu që kina bo disa vjetë, kina fillu me u mushu, edhe me një moment veteranët e UÇK-s nuk kanë me mujt me qenë motorista, por synimi i klubit është që ti rekrutojmë këta të rit edhe ta bartim këtë mesazhin tonë. Agran, po kthena prap te te. Unë e nisa këtë edicion duke tregu që jo jeni shok qysh prej luftës. Tregon pak çka ju ka mbajt ka gjatë shok me njëri tjetrin. Nuk do të thotë që domosdoshmërisht kemi qenë në të njëjtat vija frontale apo në të njëjtat brigada. Megjithatë, ne gjithë luftëtarët UÇK-s, gjitha dhej brigadave, zonave, ashtu si që jemi shtri, madje edhe prej atyne që kanë arë prej mërgate, në për kufi, e jemi të taku qysh mas lufte. Ndjesis bashkëkombëtare, vlera e sakrificës, kontributet tonë, atë njëjtën vit, njëjtën rrugë, na kanë bashku edhe kemi pas, do më thonë, atë shoshnin ma tepër edhe atë lidhjen ma tepër vllaznore, se sa shoshnore. Pra, me Bajramin, kjo është një brigade tjetër, një zonë tjetër. Megjithatë, qysh prej pas luftës, veç e njohim njëri tjetrin, do të thonë aktivitetet e tina gjatë luftës, bashkëpunimet tona pas transformimeve të UÇK-s në TMK, e në vazhdimsi kështu me radhë, pra vim deri te aja që neve nuk na u shkputën rrugët për asnjëherë. E vërtet nuk kemi qenë në të njëjtin stikam, por që gjithë rrugtimin pas luftës po e bojmë bashk me të njëjtin qëllim, se na bashkon ai idoli përbashkët lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, sakrifica jonë. Pra, edhe kemi këtë synim që të vazhdojmë, sa të jemi gjallë, mos të korritim me njëri tjetrin, dhe të vazhdojmë, të rrugtojmë me misionin tonë, që është misioni shenjtë, ta ruajmë historinë tonë të lavdishme, luftës tonë shqiptare, duke u rikthy edhe te citati i doktorit që tha që kemi rekrutu dje me vajzat të reja në motoklubin e veteranëve të UÇK-s. Neve ka dalë po na përfundon ciklin, është unë jam hala pak më i ri, po që një pjesë e madhe. Një pjesë e madhe e bashkëpunëtorëve plakën. Pak më herët po mbjeni nati. E kështu që mos e prek në pikdap.